Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra të ndershme, vazhdojmë me emisionin e radhës nga seriali Në hijen e besimit dhe jemi në pikën e radhës që ka të bëjë me Keramatul Aulia, apo nderimet të cilat Allahu a jep robërve të tij të dashur. Aulia është shumës i fjalës wali dhe në gjuhën arabe në aspektin gjuhësor wali i thon mikut apo të afërmit apo të dashurit. Dhe ne ehlu suneti siç e kemi cekur besojmë se Allahu i lartësuar ka disa robër të cilët ai i don dhe ka disa robër të cilët ai i nderon dhe besojmë se Allahu i lartësuar i nderon disa robër dhe e pranojmë se evliat e tij, të dashurit e tij kanë një falënderimi për Allahut të lartësuar. Mirë po, ajo që na dallon neve nga ata që kanë devijuar në këtë kapitull është se ne themi nuk është çdo gjë e cila është e jashtëzakont mrekulli apo keramet për evliat. Nuk është çdo gjë që është e jashtëzakont keramet, mund të jetë prej shejtanit, istidraj apo mashtrim prej shejtanit. Dhe ajo që e bën të dallohet është shikimi në gjendjen e atij njeriu. Allahu i lartësuar çdo besimtar e ka evlia për aq sa ka ai besim. Allahu i lartësuar thot: Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është mik i besimtarëve. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. I nxjerr prej errësirave dhe i fut në dritë. Allahu çdo besimtar e ka veli për aq sa ka besim ai. Dhe për të qenë një njeri besimtar i devotshëm dhe evlia i Allahut të lartësuar, duhet që t'i përmbahet urdhrave të tij. Duhet që së pari të besoj dhe së dyti të jetë i devotshëm. Allahu i lartësuar thot: Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Me të vërtetë thot, të dashurit e Allahut për ta nuk ka as frikë e as që pikëllohen. Kush janë ata? Allahu i lartësuar po e sqaron dhe thot: alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ata janë që besuan dhe ishin të devotshëm. Kjo është evli Allahu i vërtet, besimi dhe devotshmëria ndaj Allahut të lartësuar. E jo që të bëj të hecë mbi zjarr apo që të shpojë mos t'i del gjak, që të shpojë një pjesë të trupit e mos t'i del gjak. Kjo nuk është argument se je evlia i Allahut të lartësuar, sepse kjo mund të jetë dhe në shumicën e rasteve është mashtrim prej shejtanit, sepse një evlia i vërtet, një i devotshëm i vërtet, ai nuk del para njerëzve e të krenohet apo që ta sfidoj Allahun e lartësuar se a do t'ja bëj nderimin apo jo, apo a do t'ja pranoj doan apo jo. Nuk e bën këtë një besimtar i vërtet, një evlia i vërtet i Allahut. Ai i fsheh veprat e mira, e fsheh gjendjen e tij me Allahun të lartësuar. Këta sufi të cilët i bëjnë këto vepra, këto janë mashtrime prej shejtanit. Pse? Sepse veprat e tjera dhe metodologjinë e tyre nuk e kanë sipas Kuranit dhe Sunetit. Ata besojnë se ai i pari i tyre, i cili udhëheq, kur e ka arrit atë deregjen, nuk ka nevojë që të falet, nuk ka nevojë që të agjeroj. Pse? Sepse e ka arritur evliallahun me Allahun e lartësuar. Kjo është gabim. Muhamedi alayhis salam ishte evliaja më i dashur i Allahut të lartësuar, mirë po vazhdoi që të bënte veprat e mira, përkundrazi i shtoi veprat e mira. Pra, ne besojmë se ka të dashur të Allahut dhe besojmë se çdo besimtar ka një farhise në evliallahun e lartësuar e Allahut të lartësuar në bazë të besimit të tij. Dhe besojmë se kriteri për të qenë i dashur i Allahut të lartësuar është që të jesh besimtar me besim të saktë dhe të jesh i devotshëm.
Dhe besojmë se jo çdo vepër e jashtëzakont është pse është ai evlia. Nuk është kjo argument. Nuk është kjo argument, sepse mund të jetë mashtrim prej shejtanit, një ashtu siç veprojnë magjistarët. A të themi tash se edhe magjistarët janë të dashur të Allahut sepse i bëjnë disa vepra të jashtëzakonta? Jo, sepse ato i bëjnë nëpërmjet shejtanit, nëpërmjet mashtrimeve të shejtanit dhe të xhinëve. Andaj, nëse një njeri është besimtar dhe i devotshëm, ai është prej evliave më të mëdhenj të Allahut të lartësuar, edhe nëse nuk i ndodh diçka jashtëzakonte. Ajo që i ndodh jashtëzakont vjen prej Allahut në moment kur ai ka nevojë. Dhe mund vi, mund të mos vi, nuk është kusht ajo, nuk është kusht. Pra siç u ka ndodhur disa sahabëve, siç i ndodhi Khalid ibn Velidit. Khalid ibn Velidi në një luftë mori helmin dhe e piu, i mbështetur në Allahun e lartësuar për t'i friksuar armiqtë e Allahut, dhe helmi nuk i bëri dëm. Dhe kjo është nderim që ja bën Allahu atij si mik të tij, si evlia i tij që është. Disa sahabë të tjerë hecën mbi ujë, siç transmetohet hadithi, hecën mbi det, e kaluan detin duke ecur mbi të, dhe kjo është nderim që Allahu a bën si evlia. Mirë, po këto vepra nuk janë argument se çdo kush që e bën këtë është evlia. Jo, ne si e dim se kjo është për Allahut tek ata? E dim sepse ata ju kanë përmbajtur Kuranit dhe Sunetit. Andaj kur vjen diçka e tillë në rast nevoje, e dim se është për Allahut të lartësuar. Kjo është kriteri. Kriteri është që ata të përmbahen mësimeve të Allahut, urdhrave të Allahut, largohen prej ndalesave të Allahut. Atëherë, nëse vjen diçka për Allahut, vjen prej tij. Dhe ai nuk krenohet me këtë, mirë po e fsheh atë. Besimtari i devotshëm dhe i vërtet nuk shfaqet para të tjerëve si i tillë, mirë po mundohet që të jetë modest dhe i fsheh ato që i ka mes tij dhe Allahut të lartësuar. Pastaj devim pas kësaj tek tarikatet e sufive është se ata bien shirk në çështjen e evliave. Andaj ne e cekim këtë në kapitullin e tauhidit të diturisë dhe besimit, sepse të devijuarit bëjnë shirk në këtë aspekt, duke besuar se evliat kanë disa cilësi të Allahut, se ata e din gajbin, se ata e kontrollojnë gjithësinë, se mund të bëjmë lutje atyre, se mund të drejtohemi me lutje, me kërkesë për ndonjë nevojë që kemi. Të gjitha këto besime vijnë nga devimi që ata e kanë në këtë pikë. Të gjitha këto besime të kota vijnë nga devimi që ata e kanë në këtë pikë. Dhe në udhubila, ai që ju drejtohet me dua, ai që i kushton një ibadet dikujt, varit të dikujt, filan evlias, ai del prej feje, ai bëhet mushrik, bën shirk ndaj Allahut, sepse asnjë ibadet nuk i kushtohet askujt pas Allahut të lartësuar. Dhe ne asnjëherë nuk mund ta dimë se filani a është evlia apo nuk është evlia 100%, asnjëherë, sepse zemrat nuk i din askush pas Allahut të lartësuar, dhe veprat e fshehta nuk i din askush pas Allahut të lartësuar. Pra, si rezume në fund, ne besojmë se Allahu ka evlia. E dyta, ne besojmë se çdo musliman ka pjesë në evliallëkun e Allahut, në bazë të imanit të tij. E treta, ne besojmë se kusht për qenë evlia është besimi i saktë dhe veprat e mira. E katërta, ne besojmë se veprat e jashtëzakonta nuk janë argument për evliallëkun e dikujt, përpos nëse ai ka besim dhe veprat mira dhe besim të saktë, dhe këto nuk ndodhin çdo herë për rast nevoje si nderim për prej Allahut të lartësuar për ta. Dhe besojmë se ne nuk mund ta dimë se kush janë evliat e Allahut 100%, sepse nuk i dim veprat e fshehta dhe zemrat e robërve. Dhe besojmë se çdo kush që i drejton një adhurim dikujt tjetër pos Allahut, edhe nëse pretendon se ai është evlia apo i afërt i Allahut, ai bën shirk dhe del prej feje. Dhe besojmë se evliat e Allahut nuk kanë asnjë cilësi me të cilat veçohet i Allahu i lartësuar. Nuk e din gajbin, nuk lejohet që të drejtojmë adhurim atyre, nuk e kontrollojnë gjithësinë, nuk mund të sjellin dëm apo dobi. Pra, ata janë krijesa të Allahut, të cilat Allahu i nderon me diçka në rast nevoje, kaq. Dhe siç kanë thënë shumë prej selefëve, prej gjeneratave të para të muslimanëve, a'dhamul kerame
luzumul istikame. Keramet më i madh për Allahut është që njeriu të jetë në istikame, të jetë i përqendruar në fe dhe mos të lëvrit majtas apo djathtas, mos të devijoj. Ky është kerameti më i madh i evlijave, që ai të jetë në fenë e Allahut prej fillim deri në fund. Me kaq po e përfundojmë deri në emisionet e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.